por nuk arritën. Do thotë, sot Avalia u tregu pak më konkrete, masenike, edhe një gol edhe mandeje, normal dihet përvoja e lojtarëve të Avalit që ta menaxhojnë këtë. Në Giron e 30, Hajvalia e shkon Besës në pej, teksa Trepça 89 e pret Livin e Prizrenit. Arsenali që po mbyllë dhe një edicion të dështuar pas një trofe, ka filluar të mendoj për edicionin e radhës, në mënyrë që të jap fund mungesës së sukseseve të mëdha. Topçinjët kanë rishfaqur interesimin për Mauro Icardin e Interit. Arsenali raportohet se është gati të paguajë 30 milion euro për Argentinasin, ndërsa Mirror shkruan se Icardit i pëlqen Premier Liga. Veç Arsenalit të interesuar për të nga Premier Liga janë edhe Chelsea, Liverpool e Manchester United. Vet Icardi ka treguar gjithnjë shenja besnikërie ndaj Interit, me dëshirën që të qëndrojë tek kjo skuadër ku është edhe kapiten. Por dështimi i Interit për kualifikim në Ligën e Kampionëve mund të ndryshojë gjërat në këtë drejtim. Edhe Chelsea po kërkon sulmues në Serien A. Londinezët ja kanë vënë syrin Gonzalo Higuainit, i cili është një nga dëshirat e trajnerit në ardhje Antonio Conte. Mirë po për të realizuar këtë transfer, Chelsea do duhet të paguajë rreth 52 milion euro, ndërsa kërkesa tjetër e Higuainit është që të jetë zgjedhja e parë në sulm, dhe jo i dyti prapa spanjollit Costa.